Edhe këtë vit, në jugëlindjet të vendit, më shumë se 85% e turistëve kanë qenë turistë të huaj, të ardhur nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Anila Kapurani, administratore e një hoteli në qendër të qytetit të Korçës, tha se rritja e numrit të turistëve të huaj në 2 vitet e fundit ka ardhur si rezultat i bashkëpunimit me agjenci vendase dhe të huaja. Tendenca vitet e fundit është që një pjesë e mirë agjencive turistike të huaja lidhen drejt për drejt me hotelet edhe e sigurojnë ato fluksin e turistit. Nga gjithë Evropa, Franca kryesisht, Anglia, Gjermania, kemi patur bullgar, si vit kemi, jo si vit, po vitet e fundit kemi turistin Izrael, izraelitët. Shumë të dendur janë turistët grek, Maqedonasi sigurisht, Kroacia, dhe një trend të mas këto vitet e fundit kanë lidhjet me agjencitë kroate që i sjellin nëpërmjet aeroportit të tyre dhe nëpërmjet Maqedonisë. Clarita Duni, menaxhere e një hoteli në Pazarin e Vjetër, konfirmon se këtë vit ka pasur një rritje të vizitorëve të huaj, duke shtuar se tashmë kanë nisur regjistrimet edhe për vitin 2026. Gjatë viteve të fundit, duke qenë se bashkëpunimi dhe me agjencitë e huaja dhe me agjencitë vendase është rritur dhe reklama është zhvilluar edhe për jashtë kufive. Rezervimet kanë filluar edhe për vitin 2026 dhe për tej 2026. Turistët e huaj tregojnë interes të veçantë për trashëgiminë kulturore dhe arkeologjike të Korçës dhe rrethinave.